Vendimi i ish-ministrit të drejtësisë Krenar Lloga për të tërhequr nga të gjitha funksionet në Aleancën për shqiptarët, sipas vlen, është një tregues i qartë se në koalicionin AKI po ndodh kolaps. Sipas komunikatës së vlen, rënja e AKI-s tregon se kulla 20-vjeçare e mashtrimit po shembet gur pas guri. Ajo që po ndodh sot në skenën politike shqiptare nuk është dorëheqje, është rrëzim, është shembja e një ndërtese të ngritur me mashtrime, improvizime dhe lojra pas shpinës së qytetarëve, me tërheqjen e Krenar Llogës, pas largimit të Menduthaqit, pas panikut në BDI dhe heshtjes së tre kokësh e Ahmeti Taravari Sela, tash e 8 ditë është bërë krejtësisht e qartë, AKI nuk ekziston më, është shuar, tretur dhe mbetur vetëm si një hije e vetvetes. Kur u pyet për atë që po ndodh në koalicion pas largimit të Llogës, nënkryetari i BDI-s Arbër Ademi tha se ky ishte vendimi i tij personal. Për komentet e Vlenit se ata po shkojnë drejt kolapsit, Ademi tha se ata janë Frankensteini politik i kryeministrit Miskovski. Tije se vnatrašnje razvoj vo alijansata za Albancite, sekako je ličen čin na gospodinot Lloga i sekako дека до него treba da se obratime za причините и ako тој се изјасни пред јавноста за својот чин на повлекување од Алијансата на Албанци. Може би не вреди да се занимаваме со вреди, имајќи предвид дека тие се марионети на премиерот Мицковски, тие се политичкиот Франкенштайн на премиерот. Ish-ministri i drejtësisë Krenar Lloga shpalli dorëheqjen e tij nga Aleanca për shqiptarët në rrjetet sociale. Ai tha se si nënkryetari i partisë kishte respektuar mbështetjen, por kishte vendosur të vazhdojë rrugën e tij në një mënyrë më të lirë dhe të pavarur.